Përshëndetje, ku jemi këtu me parashikimin e datës 30 mars të 2025, dita e parafundit e muajit, ku na mëson shumë gjëra, por dhe disa sekrete. Sekretet janë që duhet më tepër të dëgjojmë se sa të flasim. Më tepër duhet të shikojmë që të dim ku jemi. Dhe disa gjëra të tjera që të kuptojmë arsyen pse neve duam të ecim përpara dhe jo mbrapa. Duket se kjo ditë e datës 30 mars të 2025, ku ka të bëjë shumë me ndikimin e Mërkurit në retrograd, ku kthehet në shenjën e peshqeve, duke krijuar disi ndikime ose keq interpretime në komunikim, por duhet pasur kujdes dhe në lidhje me çështjet që ka të bëjnë me udhëtimet deri në fund të kursit të tij në retrograd. Por kjo nuk do të thotë se ka një problem për të shqetësuar, por ajo që këtë ditë që ka një ngarkesë shumë të madhe, do të thotë që Mërkuri takohet sërish me Neptunin për herë të dytë në muajin, në këtë muaj, vetëm këtë herë gjërat janë edhe më të vështira pasi Mërkuri është në retrograd, duke krijuar disa keq kuptime, por sa më të kujdesshëm kemi, aq më mirë është për neve. Por gjithashtu ndryshimet dhe vendimet që mund të merren ka të bëjnë shumë në lidhje me ndikimin dhe në të njëjtën ditë ku kemi një nga ndryshimet më të rëndësishme planetare të këtij viti, pasi Neptuni kalon në shenjën e Dashit pas plot 13 vitesh në shenjën e Peshqeve, nga 2012 deri në 2025, dhe do qëndrojë tek Dashi gati kaq vite sa po ishin tek Peshqi, pra 13 vite. Ky pozicioni i Neptunit në këtë shenjë, pasi është planeti ngadalt, na jep të dhëna për ndikime, për ndryshime dhe ideale. Po gjithsesi, gjatë 13 viteve të fundit ne kemi parë një zhvendosje si individualisht ashtu dhe kolektivisht në çdo aspekt, si në media, si në politik, si në ndryshime të mëdha që kanë pasur. Prandaj tani është një kriter shumë i rëndësishëm për suksesin social profesional. Tani Neptuni nga Dashi na bën thirrje që të fokusohemi më shumë në çështjet që kanë të bëjnë me lidhje me punën tonë, lidhje me karrierën tonë, lidhje me çështje të mëdha ekonomike financiare që duhet të rregullohen, sepse kemi pasur shumë çështje problematike. Na ndihmon shumë në lidhje me ndikimin e punës sonë edhe të nisim diçka të re, sepse është diçka shumë e madhe që do të ndodhi. Neptuni fillimisht do të bëjë një fluturim të shkurtër prove në shenjën e Dashit deri më datën 22 tetor dhe do të tërhiqet sërish pasi disa muajsh në shenjën e Peshqeve deri në hyrjen përfundimtare të tij në Dash në 2025.